السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. तर्जुमा ये है आयत का. Përkthimi i këtij ajeti është shembulli i atyre që shpenzojnë pasuritë e tyre në rrugën e Allahut është si ai i farës që nxjerr 7 kallinj dhe në çdo kalli ka nga 100 fara. Allahu ja shton edhe më shumë kujt të doje. Allahu është zgjerues i gjithdijshëm. Nga 1 nëntori me bekimin e Allahut fillon viti i ri financiar i fondit, pra i arkës Tehrik e Jadid në xhamat. Me këtë rast shpallet gjithashtu edhe fillimi i vitit të ri të Tehrik e Jadidit dhe përmenden sakrificat financiare që janë bërë gjatë vitit të kaluar nga xhamatet. Gjithashtu flasim për rëndësinë e kontributeve financiare. Para se të flas për këtë temë, do të përmend shkurtimisht historikun e Tehrik e Jadidit. Tehrik e Jadid filloi në vitin 1934, siç ndoshta nuk e dinë disa të rinj ose antar të rinj të xhamatit. Këtë ark e shpalli Hazrat Musleh Maudi radiallahu anhu në atë vit, siç u thash. Shkaku ishte se në atë kohë kundër xhamatit ishte ngritur një fitne nga grupi Ahrar, i cili kishte filluar një fushat të madhe armiqësore ndaj xhamatit. Një val urrëtie ishte përhapur dhe ata thoshin me zë të lartë, ne do të afshim xhamatin Ahmedia nga faqja e dheut. Kadiani nuk do të mbetet as me emër e as me shenjë, do të arrënojmë gur për gur. Madje kishin bërë plane për të qëndruar edhe varrezat Behshti Makbera aty ku ndodhet varri i Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam. Për ta ishte lehtë të konceptonin diçka të tillë. Në atë kohë, siç shpesh ndodh, shteti nuk i ofroi xhamatit mbrojtjen që duhej, madje mund të thuhet se mbante anën e kundërshtarëve. Në ato rrethana, Hazret Musleh Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit radhiyallahu anhu, e thirri xhamatin që të ngrinte një fond të posaçëm në mënyrë që ta përhapnim mesazhin e Islam Ahmediatit në çdo cep të botës, ta forconim sistemin e xhamatit
dhe t'i kundërvijeshim propagandës së kundërshtarëve और जमात के खिलाफ जो प्रोग्राम है duke hedhur poshtë me argumente propagandën e tyre dhe jo vetëm të hedhim poshtë gënjeshtrat e tyre, por edhe ta përmbushim detyrën e tabligës, pra të përhapjes së fesë, për të cilën Hazrat Musleh Maudi thoshte se deri atëherë nuk e kishim kryer me seriozitetin që duhej. Prandaj me këtë vizion Hazrat Musleh Maudi radiallahu anhu shpalli Tehrik-e Jadidin, duke thënë se si brenda vendit, ashtu edhe në botë duhet ta përhapim mesazhin e Islamit, mesazhin e Islam Ahmediatit, në mënyrë që armiku të mos ketë asnjë vend ku mund të dëmtojë përparimin ton. Nëse në një vend ka kundërshtim, në një tjetër duhet të shihet zhvillimi i xhamatit, duke u zgjeruar në këtë mënyrë sistemi i xhamatit. Me bekimin e Allahut sot po shohim përhapjen e xhamatit në të gjitha vendet e botës. Mesazhi i Islamit të vërtetë dhe i Ahmediatit ka arritur në çdo cep të botës. Misionarët, mubaligët tanë po shërbejnë në çdo anë. Kemi ndërtuar xhamia, shkolla, spitale, xhami, po botohet literatura e xhamatit në shumë vende të botës, funksionojnë studio të MTA-s, përveç studios qendrore këtu. Janë hapur edhe stacione radioje. रेडियो स्टेशन कायम है Edhe pse një pjesë e këtyre shpenzimeve mbulohet nga kontributet e tjera, की जाता है लेकिन Tehrik-e Jadidi luan një rol kryesor në këtë fushë. तारीख Nëpërmjet saj janë përgatitur misionarët në të gjithë botën. Dhe me bekimin e Allahut, sot kemi xhamia, pra universitete misionare, në rreth 6 apo 7 vende të ndryshme të botës, ku përgatiten misionarë dhe murabbi që pastaj shpërndahen në përbot për përhapjen e Islam Ahmediatit. जो हरार का दावा था Kurse Ahrarët ज्ञान की ईंट से ईंट që kishin thënë se do ta shkatëronim Kadianin dhe do ta zhduknim xhamatin Ahmedia nga ekzistenca, madje deri më sot kundërshtarët tanë e përsërisin të njëjtin slogan. रबा में फंक्शन Kohët e fundit ata mbajtën një konferencë në Rabwa dhe edhe aty hodhën të njëjtin slogan. नारों का जवाब Por çdo vit me bekimin e Allahut, kundërpërgjigja ndaj këtyre sloganeve jepet në formën e përparimit të xhamatit, në formën e bekimeve të xhamatit. Të gjithë ata që po bashkohen me xhamatin përmes bejatit janë dëshmi e gjallë e kësaj përgatitje, kësaj përgjigje. Sot përhapja e xhamatit në 220 vende të botës është dëshmi e gjallë që tregon, ja pra ju thatë se do ta zhduknit xhamatin Ahmedia nga faqja e dheut, por këto janë bekimet e Allahut, që xhamati po ecën vetëm përpara çdo ditë më shumë. ये फेल Kjo vepër dhe kjo ndihmë e Allahut janë dëshmi se deklarata e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam ishte e vërtet dhe mbetet e vërtet dhe se Ahmediati me bekimin e Allahut इंसान का कायम nuk është një pemë e mbjell nga ndonjë njeri, nga ndonjë organizatë apo shtet, por një pemë e mbjell nga vetë Zoti i Madhërisëm, बन चुका है e cila tashmë është bërë një pemë madhështore me degë që janë përhapur në mbar botën. Allahu i Madhërisëm po e zgjeron gjithnjë e më shumë, duke i dhënë fryte të reja dhe duke e rritur vazhdimisht. E ky proces është i pandalshëm. Edhe në ajetin që lexova, Allahu i lartësuar thotë se ata që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut janë si një far që jep 10 kallinj dhe në çdo kallinj janë 100 fara, siç ju tregova më përpara për kthimin e ajetit. Madje Allahu e shton edhe më shumë. Allahu ka premtuar, unë nuk do t'ju lë pa shpërblim për atë që shpenzoni në rrugën time. बल्कि ये ताकत रखता हूँ Kam fuqin ta shumë fishoj sakrificën tuaj deri në 700 herë, madje edhe më shumë. बस ये इरशाद फरमा Kështu, me këtë deklarat, Allahu i frymëzoi besimtarët që t'i hapin zemrat dhe të vazhdojnë të shpenzojnë për përhapjen e fesë së tij, करते चले जाओ për punën që në këtë kohë i është besuar Mesiut të premtuar dhe Imam Mehdiut alayhis salam. के सपोर्ट था और फिर Dhe sot xhamatit të tij आज i është besuar kjo punë. हमारे अमवाल में बरकत डालेगा
kur shpenzojmë për fen, Allahu sjell begati në pasuritë tona. Çdo vit ne shohim shembuj të panumër të kësaj. Disa unë ju tregoj her pas here. Edhe këtë vit, gjithashtu, janë shumë raste ku njerëzit kanë bërë sakrifica pa u shqetësuar as pak për ndonjë vështirësi ekonomike dhe Allahu ose ua shumë fishon pasuri ose u dhuron paqe dhe kënaqësi shpirtërore. Edhe nëse nuk e shohin me njëherë shpërblimin, pas një kohe Allahu ua plotson dëshirat që ata i sakrifikuan për hir të sakrificës financiare. Allahu i lartësuar thot se shpërblimi do të jepet edhe në këtë botë dhe edhe në botën tjetër. Shumë njerëz shohin shpërblimin edhe në këtë jetë, ndërsa shpërblimi i botës tjetër është i pakufizuar. Edhe komentuesit e mëparshëm e kanë interpretuar në këtë mënyrë këtë ajet. Për shembull, Imam Raziu në tefsirin e tij shkruan: Allahu i lartësuar ka premtuar ta kthej pasurinë e shpenzuar në rrugën e tij duke ta shumëfishuar atë. Ai shkruan, kështu Allahu ka dhënë argumente për faktin se është ai që jep jetë dhe shkakton vdekje. Nëse nuk do të ekzistonte kjo fuqi hyjnore, urdhri për shpenzim nuk do të kishte kuptim, sepse nëse nuk ka një Zot që jep shpërblim e dënim, shpenzimi për hir të tij do të ishte i kotë. Pra, kuptimi është që pikërisht Allahu i Madhërisëm i shpërblen ata që shpenzojnë në rrugën e tij. Po kështu dhe edhe i dënon ata që mëkatojnë. Ai mëtej thot se me fjalë të tjera ai thot Allahu u drejtohet atyre që shpenzojnë duke thënë: Ti e di se unë të kam krijuar dhe të kam plotësuar me mirësitë e mia. Ti e njeh fuqinë time për të dhënë shpërblim. Prandaj kjo dija jote duhet të nxjisë që të shpenzosh për mua, sepse unë jam ai që i shumëfishoj shpërblimet, edhe për gjërat e vogla, edhe për sakrificat e tua të vogla. Dhe këtë e përshkruan me shembullin kur dikush mbjell një far, një kokër, unë i jap 7 kallin dhe në çdo kallin 100 kokra. Ai shton se pra tefsiri komentuesi shton se fjalët yunfiquna fi sabilillah, shpenzojnë në rrugën e Allahut, do të thotë për fenë e Allahut. Në të vërtetë ne shohim këtë në xhamatin Ahmedia. Pra, shpenzimi në fenë e Allahut këtë e shohim në xhamatin Ahmedia, ku Allahu e përmbush çdo ditë këtë premtim të tij. Hazret Musleh Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit musliman Ahmedia radhiyallahu anhu, gjithashtu ka komentuar këtë ajet duke thënë: Thot, nëse shpenzoni pasuritë tuaja për punët fetare, ashtu siç Allahu nxjerr nga një kokër 700 kokra, ai do t'i shtojë edhe pasuritë tuaja, madje do t'ju jap zhvillim edhe më të madh, siç përmendet në fjalët Wallahu yudaifu liman yasha, do të thënë Allahu ja shumëfishon kujt të dojë. Kështu, historia është dëshmitare se kështu ka ndodhur. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu bëri sakrifica të mëdha, por shpërblimi që Allahu i dha atij duke e bërë kalifin e parë të dërguarit të tij ishte shumë fish më i madh se sa çdo sakrificë të tij materiale. Po ashtu, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu dha shumë në rrugën e tij, por sa shpërblim të madh mori ai vallë. Hazrat Osmani radhiyallahu anhu gjithashtu dha pasuri të mëdha, por mori 10 e 100 herë më shumë që në këtë botë. Po të shohim se cilin sahab vëmre të njëjtën sjellje nga Allahu i Madhërisëm. Për shembull, Hazrat Abdurrahman bin Aufi radhiyallahu anhu, kur ndroi jetë, kishte lënë pas një pasuri prej 30 milion rupish. Përveç kësaj, ai vijoi të shpenzonte qindra mira edhe gjatë jetës së tij. Po kështu sahabët që lanë atë dheun, Allahu u dha atë dhe më të mirë. Ata që lanë motra e vëllezër, gjetën vëllezër e motra më të dashur. Ata që lanë prindrit, gjetën një profet që i donte, një të dërguar që i donte sallallahu alaihi wasallam, që i donte ata më shumë se prindrit e tyre. Shkurt, ai që sakrifikon në rrugën e Allahut kur nuk mbetet pa shpërblim të mirë. Në hutbet e mëparshme,
Unë kam folur rreth sahabëve të Bedrit dhe këto ditë ndërsa po përmendet jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam lidhur me betejat, ju sjell gjithashtu edhe virtytet dhe sakrificat e sahabëve. Shikoni se si Allahu i Madhërisëm i shpërblente ata vazhdimisht. Dhe siç e dëshmon edhe historia, Allahu nuk i la të humbur, por i bekoi me mirësitë e tij në mënyra të panumërta. Prandaj, Allahu i Madhërisëm në shumë vende të Kuranit ka urdhëruar për të shpenzuar në rrugën e tij. Diku thot, shpenzoni nga pasuritë tuaja nga ato që i doni më shumë, dhe unë do t'ju shpërblej. Do t'ju shtoj në pasuri dhe do t'ju begatoj me bekimet e mia. Ne vazhdimisht shohim dhuratat e Allahut që na vijnë për shkak të shpenzimit në rrugë të tij. Edhe sot, çdo ahmedian që bën me zemër sakrificë të sinqertë e ndjen këtë ndihmë hyjnore. Ata që kanë bërë sakrifica shpesh shkruajnë edhe ngjarjet e tyre dhe njeriu habitet se si Allahu i Madhërisëm ua ka dhënë mundësinë e sakrifikimit dhe si ua ka forcuar besimin. Do të paraqes disa shembuj, por para se të përmend këto, do të sjell disa referenca shkencore dhe historike, si dhe edhe disa hadithe. Hazret Musleh Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit, ka shpjeguar një fjalë të Hazret Mesiut të premtuar Islam, ku ai përmend fjalët e Hazret Isait, i cili kishte thënë, pra Hazret Isai kishte thënë, mblidhni për vete thesarin e qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Pra, këto ishin fjalët e mësimi i Hazret Isait alayhis salam. Por Hazret Kalifi thot, por Kurani i shenjtë thot diçka edhe më lartë. Ai thot se nëse ju grumbulloni pasuritë tuaja në thesarin e Allahut Madhërisëm, jo vetëm që nuk do të vidhen, por ju do të merrni të paktën 700 fish për çdo pasuri të dhënë. Dhe përtek kësaj nuk ka kufi. Isai alayhis salam thot se grurin tuaj nuk do ta haj krimbi. Por Kurani i shenjtë thot se jo vetëm që do të mbrohet nga dëmtimi, por edhe do të shumëfishohet 700 herë. Padyshim, Allahu i Madhërisëm nuk ka nevojë për ndihmën e njeriut, por nga mëshira e tij ndaj robërve, kur ai u jep mundësinë e ndonjë vepre të mirë, këtë e bën për t'i ngritur ata në shkallë më të lartë shpirtërore. Në këtë botë, ai mund t'ia shumëfishojë shpërblimin 700 herë, ndërsa në botën tjetër shumë fish më tepër. Kështu, ky premtimi i Allahut Madhërisëm për 700 fishin nuk është vetëm për këtë botë, por edhe për këtë, edhe për botën tjetër. Edhe Hazret Kalifi i parë i Mesit premtuar gjithashtu e ka shpjeguar këtë në një vend. Mbajini mend, thot ai, profetet kur kërkojnë kontribute, nuk i kërkojnë për veten e tyre, por për t'u dhënë përfitim atyre që japin. Kur themi jepni kontribute, pra jepni çanda, e themi që Allahu i Madhërisëm t'ju fal bekime dhe t'ju shtoj pasuritë tuaja. Ai shtoj ka shumë mënyra për t'u afruar tek Allahu dhe njëra prej tyre është ajo që përmendet në fillim të surës El-Beqare, ku Allahu thot: "Wa mimma razaqnahum yunfiqun", nga ajo që ne u kemi dhënë ata shpenzojnë. Po kështu, në të njëjtën sure përmendet: "Wa atil mala ala hubbihi", do të thënë ata japin pasuri duke pasur dashuri ndaj Zotit. Dhe përsëri në surën El-Beqare thot: "Anfiqu mimma razaqnahum", shpenzoni nga ajo që ne ju kemi dhënë. Kështu, Allahu i Madhërisëm e ka shpjeguar qartë çështjen e shpenzimit në rrugën e Zotit. Në Injil, në një fjali, pra në Ungjit, në një fjali është thënë kjo, jepi atij që të kërkon, por Kurani i shenjtë këtë temë ka trajtuar me 5 gjuze, pra në mënyrë shumë të hollësishme. Së pari, ai sqaron kujt duhet t'i japësh dhe pse duhet ta japësh. Tha, jep për ata që lartësojnë fjalën e Allahut. Kjo është si një farë që hidhet në tokë dhe nga ajo farë dalin shumë kallin. Më pas thot: "Wallahu yudha'ifuhu liman yasha", do të thënë Allahu ja shumëfishon kujt të dojë. Në disa raste shpërblimi jepet 10 fish më shumë se sa ke dhënë, në disa 700 fish më shumë, në varësi të nevojës, kohës dhe vendit. Për shembull, nëse një njeri qëndron pranë lumit me ujë të pijshëm në dimër
dhe dikush i kërkon ujë, ai thjesht mbush një gotë dhe ja jep. Kjo nuk është në një vepër e madhe. Por nëse një njeri i jep ujë dikujt që po vdes nga etja, nga temperatura dhe që ndodhet në mes të shkretëtirës, kjo është një vepër e jashtëzakonshme. Në këtë mënyrë edhe shpërblimet ndryshojnë sipas rrethanave dhe nevojës. Kur sakrifica bëhet në kohë nevoje të madhe, shpërblimi i saj shumë fishohet 700 herë e më tepër. Por në raste të tjera, ku patjetër që ka nevojë për sakrificë, por jo aq shumë sikur në rastin e parë, edhe atëherë Allahu nuk e lë njeriu pa shpërblim. Madje e shpërblen 2 fish ose 10 fish. Shembujt e mësipërm ka dhënë Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu duke shpjeguar rëndësinë e shpenzimit në rrugën e Allahut. Në lidhje me këtë temë ai sjell edhe një shembull tjetër, atë të Hazrat Rabia Basris. Një ditë, ndërsa ajo ishte në shtëpi, i erdhen mysafir. Por në shtëpi kishte vetëm 2 pite, pra 2 bukë. Ajo i tha shërbyeses, merri dhe jepu sadaka nevojtarëve. Shërbëtoria tha me habi, kjo është e çuditshme, mysafirët janë këtu dhe ti po thua ta ndaj bukën të varfrit. Pas pak erdhi një grua nga jashtë dhe tha, një grua e pasur nga lagja ju ka dërguar ushqim. Kur e sollën, Rabia Basri i numëroi bukët dhe pa se ishin 18 pite. Ajo kishte besim të plot në Allahun e Madhrishëm, se ai do ta plotësonte premtimin e tij. Tha, unë dhash 2 bukë, prandaj duhet të më vinë 20, jo 18. Dhe tha, kam 20 mysafir, ndaj duhet të kisha 20 pite prej Zotit. Tha, këto nuk janë për mua. Kthej. Shërbyesja tha, mbaj, janë bekim nga Allahu. Por ajo tha, jo, këto nuk janë për mua. Në atë moment, gruaja e pasur që ishte fqinje, i bërtiti shërbyesit të vet, ke marr pakun e gabuar. Kjo këtu është e Rabia Basris. Kur ju soll pakoja, ajo kishte 20 bukë. Kështu, këta njerëz të devotshëm kishin besim të plot në Allahun dhe ai edhe u përmbushte besimin. Në lidhje me këtë, Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu ka thënë, pse duhet të japim në rrugën e Allahut? E para për të fituar pëlqimin e Allahut. Pra jo për të mburrur, por për ta bërë Allahun të kënaqur. Allahu na ka bërë shumë mirësi, prandaj duhet të japim për fenë e tij, për ta ndihmuar për hapjen e fesë së tij. Prandaj jepni me qëllim të pastër për kënaqësinë e Allahut dhe jo për lavdërim apo mburje. Askush nuk i bën dot nder xhamatit kur jep për të. Përkundrazi, është mirësia e Allahut të Madhrishëm që të jep mundësinë të japësh në rrugën e tij me qëllim të pastër, në mënyrë që ai ta kthej ty në mënyrë të shumëfisht. Hazrat Mesihu premtuar selam ka thënë, kur njerëzit shpenzojnë në rrugën e Allahut, Allahu i bekon pasuritë e tyre ashtu si kur mbillet një kokër, mbillet vetëm një, por Allahu mund të nxjerrë 7 kallin prej saj dhe në çdo kallin të ketë 100 fara, 100 kokra. Pra është parimi dhe praktika e Zotit që ta kthen si shpërblim më shumë se sa kapitali që ke dhënë në rrugën e tij. Kjo është fuqia e Zotit. Mesihu premtuar selam vijon. Në të vërtetë, ne të gjithë jetojmë vetëm për shkak të kësaj fuqie të Allahut. Po të mos kishte ai fuqi për të shtuar, bota do të shkatërrohej dhe asnjë gjallës nuk do të mbijetonte dot në tokë. Hazrat Mesihu premtuar selam ka shkruar gjithashtu në librin Tabiru Ruya, pra në librin e interpretimit të ëndrave, thuhet se pasuria në ëndër përfaqëson zemrën. Nëse dikush sheh se po e jep zemrën, do të thotë se po e jep pasurinë. Prandaj, bamirësia është sikur të japësh shpirtin. Ajo ka rëndësi të madhe. Kur njeriu jep sadaka, ai tregon sa i sinqert dhe i qëndrueshëm është në besimin e tij. Vetëm fjalët nuk vlen gjë. Njeriu duhet të provojë me vepra.
Fjala sadaka rrjedh nga sadiq, do të thënë i vërtet. Pra sadakaja vërteton sinqeritetin e besimtarit dhe e provon besimin e tij të vërtet. Për këtë arsye sadakaja quhet sadaka. ताकि उसकी सच्चाई साबित हो जाए कि ईमान में Në një hadith thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: नबी करीम a doni t'ju tregoj për njeriu më bujar ndër të gjithë bujarët? सख्तियों से बढ़कर सख्त Po, o i dërguari i Allahut, ju përgjigjen njerëzit. Ai tha: तो आप सल्लल्लाहु अलैहि Allahu i madhrishëm वसल्लम अल्लाह ताला është më bujari i të gjithë bujarëve. Dhe un jam, आप सल्लल्लाहु profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj tregoi për vete, dhe un jam më bujari ndër njerëzit. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e drejtoi vëmendjen dhe edhe tek namazi, agjërimi dhe sakrificat financiare në një rrëfim tjetër përmendet, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: namazi, agjërimi dhe përmendja e Allahut e shumë fishojnë pasurinë e shpenzuar në rrugën e Allahut 700 herë. माल को 700 गुना Prandaj, kjo është udhëzim për ata njerëz që kanë dhënë sakrifica financiare që të rrisin edhe standardet e adhurimit të tyre ndaj Allahut. Vetëm duke bërë sakrificë financiare, të mos mendojnë se u bë shumë, बातों की por ऊंचे करें t'i rrisin dhe t'i lartësojnë edhe standardet e ibadetit ndaj Zotit. Duke bërë sakrificë financiare nuk duhet menduar se tashmë jemi të lirë nga adhurimi. Profeti ka thënë se namazi dhe agjërimi janë të domosdoshëm bashkë me sakrificat financiare, siç e përmenda dhe nga hadithi. Dhe pikërisht këto gjëra janë ato që pastaj ju ofrojnë tek Allahu, e pastaj Allahu me mëshirë ndaj jush ju ashton pasuritë vazhdimisht. Shumë njerëz bëjnë sakrifica. Edhe në ditët tona shohim shumë shembuj të tillë që shpenzojnë në rrugën e Allahut edhe pse kanë nevojë për para dhe e bëjnë këtë me shpresën se shpenzimi në rrugën e Allahut do të bëhet shkak i pëlqimit të Allahut dhe se kjo sakrificë jona nuk do të shkojë dëm dhe se Allahu nuk do të na humb mundin. Pastaj vërtet Allahu nuk ua humb mundin të tillëve. अल्लाह ताला इसे ज़ाया नहीं करेगा और फिर अल्लाह ताला बाकी इसे ज़ाया नहीं करता Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë हज़रत në një hadith për sadakan më të madhe, फरमाया përmendet në një rrëfim se një njeri shkoi tek profeti dhe i tha sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, cila është sadakaja më e madhe në aspektin e shpërblimit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: sadakaja më e madhe është që ti të japësh sadaka kur je i shëndosh, ke nevojë për para, e lakmon atë, ke frikë nga varfëria dhe dëshiron mirëqenie. Në atë kohë mos u vëno në sadaka e bamirësi. Këto të gjitha janë dëshirat e tua, janë dëshira që gjërat e kësaj bote, pra janë dëshira për gjërat e kësaj bote, por megjithatë jep sadaka, bën bamirësi, shpenzo në rrugën e Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: mos ndodh që shpirti yt të arrijë në momentet e fundit dhe e sheh vdekjen nga afër e të thuash: jepi filanit kaq e filanit kaq. Profeti shtoi: ajo pasuri nuk është më jotja, ajo tashmë është bërë filanit. Pra do të kaloj tek trashëgimtarët. Prandaj profeti tha: shpenzo në rrugën e Allahut në gjendje shëndeti dhe nevoje. Kjo quhet sakrificë e vërtet. Nëse e bëni këtë, atëherë Allahu ju shton në këtë botë dhe edhe në botën tjetër. Shembujt e të parëve janë po të tillë, edhe në xhamatin ton. Ata nuk i numëronin paratë e tyre për të shpenzuar në rrugën e Allahut, por shpenzonin pa hezitim. Po ashtu gjejmë shembujt e sahabëve në kohën e profetit. Vjen rrëfimi se profeti sallallahu alaihi wasallam një herë këshilloi kunatën e tij Hazrat Esman së bijes, pra të bijen e Hazrat Abu Bekrit, duke thënë: mos shpenzo në rrugën e Allahut duke numëruar me kursim, përndryshe edhe Allahu do të të jap duke numëruar. Profeti tha: mos ja mbyll gojen me kopratësi qeses së parave të tua. Nëse e mbyll, ajo do të mbetet e mbyllur dhe nuk do të vi më pasurinë e të. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam këshilloi që nëse parat dalin nga qesja, ato edhe do të rikthehen. Prandaj shpenzo me zemër të hapur. Në xhamat shembujt i shohim së pari në kohën e Hazret Mesiut të premtuar
a.s. Hazret Kalifi I parë radhiyallahu anhu bënte shumë sakrifica. Në kohën e Hazret Mesihut premtuar a.s. për të përmbushur misionin e tij dhe për ta ndihmuar atë, ai ka shpenzuar jashtëzakonisht shumë. Hazret Mesihu premtuar a.s. vetë ka përmendur këtë në një vend. Ai thotë, po ta kisha lejuar, ai do të qëndronte çdo çast në krye të detyrës, jo vetëm me praninë e tij shpirtërore, por edhe me atë fizike, duke sakrifikuar gjithçka në këtë rrugë. Domethënë Hazret Kalif, Hazret Maulana Nuruddini, Kalifi I parë, Hazret Mesihu premtuar a.s. vion, pra për kalifin e parë vion, do të doja të citoja disa si shembuj, disa rreshta nga letrat e tij për lexuesit. Pra, Hazret Kalifi I parë I ka shkruar këtë letër Hazret Mesihut premtuar a.s. Ai thot, Hazret Maulana Nuruddin sahibi thot, unë bie fli për rrugën tuaj, gjithçka që është e imja nuk është e imja, por juaja. Huzur, mbrojtësi dhe mësuesi im, dua t'ju shpreh me plot sinqeritet se nëse e gjithë pasuria ime do të shpenzohet për përhapjen e besimit, e kam arritur qëllimin. Shikoni, ashtu si Allahu I madhrishëm ja dha profetit Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin radhiyallahu anhum dhe ata bënin sakrifica financiare, po kështu në këtë kohë për shkak se Hazret Mesihu premtuar a.s. ndoqi gjurmët e udhëheqësit të tij, Allahu I dha edhe atij shërbyes që ishin gati të sakrifikonin çdo gjë dhe që treguan shembullin e Ebu Bekrit as-Siddiqut radhiyallahu anhu. Hazret Mesihu premtuar a.s. thot, Allahu I madhrishëm vetë ka premtuar, kushdo që jep mua, unë do t'ia shtoj bekimet. Edhe në këtë botë ai do të marrë shumë. Edhe pas vdekjes do të shohë edhe shpërblimin e botës tjetër, se çfarë lumturie do t'i jepet. Nëse në këtë kohë unë ju tërheq vëmendjen të gjithëve drejt kësaj çështjeje që për përparimin e Islamit shpenzoni pasuritë tuaja dhe në këmbim të kësaj sakrifice, Allahu do t'ju bekoj edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Bekimi jepet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër dhe kjo nuk është vetëm fjalë. Edhe sot shohim plot dëshmi të saj. Nuk është vetëm çështje e kohës kur fliste Mesihu premtuar Islamit, dhe sot më vijnë shumë letra që shprehin se si Allahu I madhrishëm pas shpenzimit në rrugën e Allahut u bekon pasuritë sakrifikuesve, u largon problemet e jetës dhe u forcon besimin. Do të përmend disa ngjarje. Misionari I xhamatit nga Shqipëria shkruan, një shok shqiptar I nderuar Bujari është njëri shumë I thjeshtë dhe I varfër. Në Shqipëri po mbahet xhelsa dhe ai vetëm për hir të Zotit madhrishëm, pa asnjë shpërblim, për një javë rresht çdo ditë nga ora 8 e mëngjesit deri në 4 pasdite, punoi për xhelsen. Shumë nga vullnetarët tanë kudo në botë I bëjnë këtë punë në xhelsa, por disa kanë nevoja ekonomike, megjithatë japin kohën e tyre vullnetarisht. Disa të tjerë nuk kanë nevoja dhe ja dalin mban. Sidoqoftë, edhe zotria në fjalë punonte deri në 4 pasdite dhe pastaj në orën 4 shkonte në punën e tij të përditshme. Dhe një ditë, thot, ai solli në një zarf 75 euro si kontribut për Tahrik e Jadidin. Shqipëria është vend I varfër I Evropës lindore. I tha misionarit, prej disa ditësh I kam mbledhur këto para për t'i dhënë si kontribut për xhamatin, dhe mbi zarf në gjuhën shqipe ishte shkruar me shumë kënaqësi. Ndoshta për të tjerët kjo shumë mund të jetë e vogël, vetëm 75 euro, por shkruan misionari, ajo ishte rreth 15% e rrogës së tij, ndërkohë që atij duhej të paguante edhe qiran e shtëpisë e të tjera. Njerëzit materialist mund të thonë, me 75 euro pretendua keni ta përhapni fen islamin në botë, ose me disa euro flisni për përhapjen e islamit, kurse organizatat dhe qeveritë që janë kundër islamit kanë miliarda e miliarda pound që I shpenzojnë kundër islamit. Por Allahu I madhrishëm edhe këtë sakrificë të vogël e bekon kaq shumë, saqë me këto sakrifica xhamati Ahmedia po hap misione.
कि इस कुर्बानी से Ka shumë njerëz të tillë. Nuk është vetëm ky zotëria që dha 75 euro, por ka edhe ata që japin edhe më pak. Dhe me bekimin e Allahut, xhamati pikërisht me këto shuma të vogla, po I kryen punët e veta kudo në botë. Po e bën punën e përhapjes së Islamit dhe po sheh përparim në botë shumë më tepër se sa ata që shpenzojnë miliarda dollar. बिलियन डॉलर खर्च करने वालों से कहीं ज्यादा Po kështu, në disa vende edhe më të varfra, shohim pamje të sakrificave që na kujtojnë fillimet e Islamit, ose kohën kur Hazrat Mesih premtues Islam bëri thirrje për sakrifica financiare, ose kur Hazrat Musleh Maudi, pra Hazrat Kalifi I dytë, shpalli Tehrike Jadidin, duke thënë, sot armiku është përgatitur plotësisht të na sulmojë, prandaj shpenzoni në rrugën e Zotit, dhe njerëzit bën sakrifica. कि आज दुश्मन पूरी Gratë e varfra I shiten pulat dhe vezët e pulave të tyre dhe dhanë kontribut. लोगों ने कुर्बानियां Ishin sakrifica tepër modeste. मुर्गियां और मुर्गियों के अंडे बेच Në atë kohë, Hazret Musleh Maudi tha që brenda 3 vjetësh në Indi duhet të mbledhim 27.000 rupi, por xhamati sakrifikoi 27,000 brenda një viti रुपया mblodhi 100.000 rupi. लेकिन जमात ने कुर्बानी की और एक साल में Edhe sot shohim pamje të tilla të sakrificës në vendet e varfra. आज भी कुर्बानी Në Indonezi, një antar Javi Muzaffar Sahibi tregon se tek bashortja e tij erdhi një grua e moshuar e xhamatit. Ajo solli disa dru me qëllimin që ne t'i blinim. Ai thot ne nuk kishim nevojë për dru, I kishim bler më parë. कि हम उन्हें खरीद लें Në për qytetet e vogla ose në fshatra, në ato vende të varfra që nuk janë plotësisht të zhvilluara, ndodh që të varfrit gatuajnë me dru. Ndoshta nuk ka gaz kudo apo përdorin soba me vajguri. Gjithsesi, edhe sot drut përdoren në shumë fshatra. केरोसिन लैंपों Ai thot me qenë se përdornim बहरहाल edhe gjëra tjera, tham se nuk na duhen shumë dru. Nuk kemi nevojë, por me që ajo grua e moshuar e solli tufën e druve mbi kokë, bashortja ime duke u prekur ja bleu drut. मोहम्मद खातून सर पर गठे उठा के Vlera e rupisë indoneziane është shumë e ulët. Atje flitet me qindra mijëra ose me miliona, por që në fakt kanë shumë pak vlerë. Ajo bleu tufën e druve për 100.000 rupi indoneziane, që e barazuar edhe me rupin pakistaneze bëjnë shumë pak rupi. Tha, kur ja blem dhe deshëm t'i jepnim parat, ajo grua e moshuar tha, jo, nuk I solla drut që të marr para nga ju e t'i shpenzoj për vete, jo, unë doja t'i jepja si kontribut për Tehrike Jadidin. Ju lutem, llogariteni këtë si kontributin tim për Tehrike Jadid. Bashortja e rrëfimtarit ishte edhe përgjegjëse e Lajnas, e grave të xhamatit pra. Kështu, gruaja moshuar ja dha aty të gjithë shumën për kontribut dhe nuk mori asnjë qindark me vete. Sërish nga Indonezia, një antar, zonja Sasilin, tregon se disa vite më parë, gjendja e tyre financiare ishte shumë e rëndë. Ajo kishte një fëmijë 7 vjeçar dhe ishte shtatzën me fëmijën e dytë. Në kohën kur do të lindte fëmia e dytë, u afrua edhe Bajrami. Ata kishin premtuar nga 3 veta, pra të familjes, të jepnin 1.200.000 rupi indoneziane të Tehrike Jadid, siç e thash atje vlera e rupisë është shumë e ulët. Por këtu vërehet po ai entuziazëm që e shohim të parët tanë. Ajo thot, ishte premtimi ynë për 1.200.000 rupi. Ne dëshironim ta jepnim kontributin e Tehrike Jadid dhe t'i shkruanim kalifit të kohës për dua, për lutje. Bëm çdo përpjekje që ta jepnim, por për shkak të varfërisë duke I vështirë. Pastaj pash në llogarinë time bankare, kisha shumë pak. Ishin gjithsej 1.250.000 rupi. Nëse do t'i jepnim të gjitha, nuk do të na mbete asgjë. Megjithatë, vendosëm që 1.200.000 t'i jepnim nga unë, burri im, dhe nga fëmia I madh, dhe nga 50.000 nga fëmia I porsalindur. E dham. Dhe kështu shuma u mbarua. Nuk na mbeti asgjë, por ne nuk u penduam, përkundrazi patëm kënaqësi në zemër që e plotësuam premtimin dhe përfshim edhe foshnjën e porsalindur. Ajo thot, Allahu I Madhërisëm bëri një bekim të tillë saqë vetëm pas një jave ne patëm të ardhura 12 milion rupi dhe e pam qartë se Allahu e përmbushi premtimin
10 fish më shumë se sa kemi dhënë. Allahu e përmbushi me njëherë premtimin e tij. 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदनी होगी और ये देखकर उन्हें यकीन हो Po kështu, misionari nga Ghana shkruan se kur gjatë hutbeve të kalifit të kohës u treguan ngjarje që forcojnë besimin, një antar ganez afrikan dha edhe shumën e fundit që kishte në xhep në rrugën e Allahut. जब लोगों को सुनाए गए Por sapo doli nga xhamia mori 2 telefonata që i ndryshuan rrjedhën e jetës. आखिरी रकम 2 klientë të mundshëm e kontaktuan dhe i ofruan punë apo mundësi aq tërheqëse sa që ai mori 20 herë më shumë fitim se sa që kishte shpenzuar pak më parë. Ky rast i jashtëzakonshëm është një përkujtim i fuqishëm se si Allahu i Madhërisht i shpërblen sakrifikuesit जिसे उन्हें edhe me shpërblime të menjëhershme dhe të pashoqe. Kjo ngjarje edhe ti ja shtoi besimin. कि अल्लाह ताला अपनी राह में कुर्बानी करने वालों को किसी तरह भी Po ashtu, फौरी और बेमिसल gruaja e një mualimi nga Kenya ये वाक़या shkruan, इजाफे का बायस बना ishin në pritje të lindjes së fëmijës son të parë. कीनिया से मौलम एक अहलिया लिखती हैं U shfaqën shumë komplikime, për shkak të të cilave ishim shumë të shqetësuar. Mjekët shprehen shqetësim. Ja tregova të gjithë burrit tim dhe i thash se po më shqetësonte shumë kjo gjendje. Ai tha lutju Zotit Madhrishëm. Vetëm ai është mbështetja jonë dhe në mënyrë të menjëhershme që mund të bëjmë një sakrificë është kjo. Tani po mbaron viti i Tehrik e Jadidit, ta paguajmë premtimin e mbetur të kontributit të Tehrik e Jadidit dhe pastaj lërja çështin te Allahut. Allahu do të na bekoj. Shikoni अजीब ईमान की sa të çuditshëm dhe mahnitës janë besimtarët. Ajo thot, bëra pikërisht ashtu. Disa ditë më pas, në ëndër pash Hazrat Mesiun e premtuar selam. Ai kishte veshur një pallto të zezë, në kokë kishte çalm dhe në dorë kishte një shkop. Më tha, mos u shqetëso. Lindja e fëmijës do të shkojë mirë, por do të bëhet nga ija jote. Pastaj me të vërtet atyre u lindi fëmia, por me operacion, i cili u bë nga njërën ije e saj. Nga njëra ije e saj pra. Dhe nuk pati asnjë lloj komplikimi. Ajo thotë kuptojmë se kjo është e gjitha bekimi i Allahut Madhërisht që erdhi si rezultat i sakrificës. Përndryshe në ditët e pritjes së lindjes mjekët kishin shprehur shumë dyshime. Kështu Allahu tregon në këtë mënyrë edhe ahmedianëve të largët duke u forcuar besimin dhe njëkohësisht jep edhe dëshmi të vërtetësisë së Hazrat Mesiut të premtuar selam. और साथ ही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत की तायद भी फरमा देता है Misionari i Guinies Conakry shkruan se गिनी गुनाह po tregoja ngjarje besim nxitse nga hutbet e kalifit të kohës dhe i këshilloja antarët të bënin sakrifica financiare. Po ashtu, u thash të gjithëve se viti i Tehrik e Jadidit po mbaron dhe se buxheti nuk po plotësohej dhe duhet plotësuar. करनी चाहिए Po atë mbrëmje, një person erdhi në shtëpinë e misionit dhe njoftoi se këtë zarf e ka dërguar Muhammed El Hasan Kubi ose Muhammed El Hasan Yakubi sahibi. Kur e hapa zarfin, në të ishin 300 euro, që në monedën vendase bëheshin rreth 3 milion franga, madje edhe më shumë. Atëherë इसमें 300 यूरो मौजूद e, जो कि मुकामी i telefonova zotit Kubi हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा për të pyetur, pra ai telefonoi Kubi sahibit për të pyetur nëse ai e kishte dërguar zarfin dhe për çfarë arsye e kishte dërguar. Ai tha, në hutben e xumas dëgjova nga ju se objektivi nuk ishte arritur. तो उन्होंने कहा Pas xumas kur u ktheva në zyrë, pash në sirtarin tim këtë shumë parash, bashkë me një listë të gjatë shpenzimesh që duhej të bëheshin me këto para. Por unë e hodha listën e shpenzimeve në kosh dhe jo dërgova shumën që ta përfshini si kontribut në Tehrik e Jadid. Ky personi kishte paguar edhe më parë kontributin e Tehrik e Jadid dhe kishte dhënë një shumë të mirë. Kështu, edhe në Afrikë shihen ngjarje të mahnitshme e të çuditshme të sakrificës. Padyshim, këto gjendje të besimit Allahu i Madhërisht u krijon në zemrat e tyre, sepse njeriu vetë nuk mund t'i krijojë. Ata përjetojnë në mënyrë të drejtë për drejtë se si Allahu i shumëfishon bekimet e tij dhe pikërisht për këtë arsye vazhdojnë të bëjnë sakrifica. ये काम नहीं Ngjarje të tilla
janë të shumta dhe është e pamundur të përmenden të gjitha. Edhe nga ato që kam përzgjedhur për sot, disa nuk mund t'i përmend dot, megjithatë po ju tregoj vetëm disa. Përgjegjësi i Tahrik-e Jadidit nga India shkruan për një antar nga shteti Telangana me origjinë nga rajoni Hyderabadit. Ai kishte bërë një zotim prej 7.000 rupish, por për shkak se humbi punën nuk arriti ta përmbushte. Megjithatë, për vitin pasues bëri një zotim të ri prej 10.000 rupish. Dikush i tha, kur nuk e përmbushe zotimin e vitit të kaluar, si po e rrit tani për vitin e ardhshëm? Ai u përgjigj me bindje, Allahu vetë do ta bëjë të mundur, unë po jap për hir të Allahut. Dhe vërtet, pas pak ditësh ai gjeti një punë të re, më të mirë se të mëparshme. Ai pagoi kontributet e mbetura të 2 viteve dhe për vitin e ri financiar jo vetëm që e rriti zotimin e tij nga 7.000 në 30.000 rupish, por e shleu me njëherë edhe atë shumë. Në këtë mënyrë Allahu e shpërbleu për besimin dhe bindjen e tij të mirë, duke i hapur rrugë begatisë dhe duke shtuar mundësitë. Po kështu nga Indonezia vjen një shembull tjetër që tregon se sa të mahnitshme janë veprat e Allahut dhe se kjo ngjarje nuk janë rastësi. Ata që i përjetojnë e dinë mirë në çfarë rrethanash kanë bërë sakrificë dhe si kanë parë më pas manifestimin e fuqisë së Zotit. Një antar i xhamatit, shumë i përkushtuar nga Indonezia pra, i nderuar Bahadur Xhani, punonte si shofer taksie. Para pak kohe ai kishte blerë një makinë nga një kompani taksish për të vazhduar punën e tij. Pasi e bleu, shkoi në zyrën e policisë rrugore për ta regjistruar makinën. Por atje i thanë se gjykata kishte ndaluar regjistrimin e kësaj makine. Ai u habit, sepse në momentin e blerjes kishte verifikuar çdo dokument dhe gjithçka ishte në përputhje me ligjin. Më vonë mësoi se kompania e taksive kishte qenë zhytur në borxhe dhe për këtë arsye gjykata kishte ndaluar shitjen e 35 makinave që i përkisnin asaj kompanie. Ish-pronarët i thanë, ne kemi çuar çështjen në gjykat derisa të jepet vendimi, prit dhe më pas do ta marrësh makinën inshallah. Ai pranoi të priste, por në ato ditë ati kishte mbetur pa paguar kontributi i Tahrik-e Jadid dhe mendoi me vete, më mirë ta paguaj me njëherë këtë detyrim, që të mos ngelem pas për shkak të detyrave dhe të shqetësimeve të dynjas. Kështu, ai e pagoi me njëherë kontributin e Tahrik-e Jadidit dhe të Vakf-e Jadidit. Vetëm pas ditësh, kur kontrolloi faqen e internetit të kompanisë, u habit kur pa që ndalimi mbi makinën e tij ishte hequr. Nuk u besoi syve. Ndaj shkoi tek inspektori i policisë për ta verifikuar. Inspektori e konfirmoi. Tha, nga 35 makinat e bllokuara, ndalimi është hequr vetëm nga 1 dhe ajo është makina që ke bler ti. Ndërsa për 34 të tjerat, çështja ishte ende në pritje të vendimit gjyqësor. Ai tha, me bekimin e Allahut madhrishëm si rezultati i shpenzimit në rrugën e tij, u shpërbleva menjëherë me këtë dhuratë të jashtëzakonshme. Me sytë mi kam parë, thaj, se si Allahu i nderon dhe i bekon ahmedianët që bëjnë sakrifica për hir të tij. Misionari i rajonit Sikasos të Malit shkruan se Allahu i madhrishëm në mënyra të mrekullueshme i edukon antarët e rinj të xhamatit dhe i nxit drejt sakrificës financiare. Në qytet jeton një antar i ri, Musa Sahibi, i cili solli 1 milion franga CFA dhe tha, nga kjo shumë, 500.000 franga janë për vasiatin tim për ndërtimin e shtëpisë, pra për pronat, 400.000 për kontributin e vasiatit dhe 100.000 për Tahrik-e Jadid dhe Vakf-e Jadid. Kur e pyetën për arsyeën e këtij vendimi, ai tregoi, prej një kohe të gjatë po kurseja para për disa projekte të ndryshme materiale dhe gjithë vëmendja ime ishte përqendruar në to. Por mbrëm, pas namazit të tahajjudit kur u shtriva, pash në ëndër 3 persona të veshur me rroba të bardha që erdhën tek unë. I pari më tha, edhe pse i ahmedian e ke përqendruar gjithë kujdesin tënd vetëm në çështjet e dynjas, do të ishte mirë të mendosh për ahiretin. I dyti më tha, nuk e ke paguar ende pjesën tënde për ndërtimin e shtëpisë, ndaj paguaje më njëherë. Dhe i treti më tha, ke 4 milion franga në llogari, paguaj më njëherë vasiatin për to. Pastaj Musa Sahibi shtoi, si ahmedian,
Pas këtij udhëzimi hyjnor nuk më lejohet të përdor këto para për asnjë qëllim tjetër. Ju lutem, shpenzojini ato në kategoritë përkatëse të kontributeve. कि तुम्हारे पास 4 Ngjarje të tilla jo vetëm që forcojnë besimin e atyre që i përjetojnë, इसलिए por gjithashtu बतौर ngjallin dhe fuqizojnë कि खुदा ताला imanin, रहनुमाई pra besimin, होने के edhe tek antarët e vjetër të xhamatit. आप इस रकम को मुख्तलिफ चंदा जात की मद में काट लें तो ऐसे Kështu, वाक़यात देखकर përkundër akuzave të kundërshtarëve që thonë është pretendimi i rem, apo propagandë, apo biznes, besojnë në profet të rem e të tjera, Allahu i Madhrishëm vetë e dëshmon me këta shembuj të gjallë se si pra ky दुकानदारी है është një mësim i vërtet hyjnor dhe një udhëheqje prej tij. इस तरह रहनुमाई फरमाता है जिनकी Këta janë shembuj që na bëjnë të mendojmë se si Allahu i Madhrishëm udhëzon njerëzit ata që jetojnë në vende të larta, të cilët kanë hyrë në xhamat vetëm para pak kohe. Disa prej tyre nuk kanë pasur rastin as të takojnë kalifin e kohës, përveç se përmes kanalit MTA, dhe ndoshta as nuk kanë lexuar plotësisht literaturën e xhamatit. Gjërat kryesore duhet të kenë lexuar. Megjithatë, Allahu i Madhrishëm i forcon gradualisht në besim, u pranon sakrifica dhe udhëzon drejt besimit dhe ata po bëjnë edhe vasiyat. जब वो कुर्बानी करते हैं तो Janë edhe shumë ngjarje të tjera që mund të përmenden, por për momentin po i lëmë janë sepse lista është e gjatë. बहुत से वाक़यात तो मैं छोड़ता हूँ फिलहाल Megjithatë, dua të përmend shkurtimisht bekimet e shumta që Allahu i Madhrishëm i ka dhënë xhamatit gjatë këtij viti, si dhe sakrificat që individet dhe xhamatet nga e gjithë bota जो जमात kanë bërë në arkën e Tehrik e Jadidit. जो कुर्बानियाँ अफराद जमात ने दी हैं Këto janë të gjitha bekimet dhe mirësitë e Allahut të Madhrishëm, të cilat duhet i kujtojmë gjithmonë dhe të reflektojmë se si ai si tek antarët e rinj, ashtu edhe tek ata të vjetër krijon ndjenja të thella shpirtërore që i nxisin drejt sakrificës. वालों में किस तरह Sipas raportit të këtij viti, बात का viti i kaluar ishte viti i 89 i Tehrik e Jadidit, i cili tashmë ka përfunduar dhe sot po shpall vitin e ri që do të jetë viti i 90 i kësaj arke. ये है कि तारीख जदीद का जो 10 साल 91 साल था Falni, po fillon viti i 92 i kësaj arke dhe mbaroi i 91-shit. और Me bekimin e Allahut, xhamati këtë vit ka pasur nderin të jap një sakrificë prej 19.55 milion poundësh, që është rreth 1.564.000 pound më shumë se viti i kaluar. 1.5 मिलियन Në renditjen sipas shumës së përgjithshme të mbledhur, ज़्यादा पाउंड बनते हैं përveç Pakistanit që zakonisht raportohet veçmas, vendi i parë në nivel botëror është Gjermania, pra xhamati i Gjermanisë, ndërsa në vendin e dytë qëndron Britania e Madhe, i cila këtë vit ka pasur rritje të jashtëzakonshme dhe është afruar shumë pranë Gjermanisë. Me këtë ritëm të zhvillimit, ka gjasa që në vitin e ardhshëm xhamati britanisë ta kalojë atë të Gjermanisë. शायद अगले साल Po ashtu, xhamati në Shtetet e Bashkuara ka shënuar rritje të jashtëzakonshme në krahasim me vitin e kaluar. Njësoj është Kanadaja, India ka bërë gjithashtu përparim të dukshëm, ndërsa Australia dhe Indonezia gjithashtu kanë regjistruar rritje të jashtëzakonshme në sakrifica. काफ़ी कुछ दूसरे साल की निस्बत गैर इजाफा किया है ऑस्ट्रेलिया ने गैर मामूली Ndër xhamatet e tjera që kanë bërë përparim të madh janë edhe ato të lindjes së mesme, Ghana gjithashtu, pastaj Mauritius dhe edhe Holanda kanë bërë përparime të jashtëzakonshme. और नुमाया इजाफे करने वालों में Sa i përket performancës së përgjithshme, edhe pse disa xhamate nuk janë përfshirë në listën e vendeve të para, ato kanë bërë punë shumë të lavdërueshme. Në mesin e tyre janë काबिल जिक्र जमातें जो हैं Belgjika, Suedia, Franca, Kababiri, Bangladeshi, Burkina Faso, Zelanda e Re, Sierra Leone, Benini, Mali, Nigeri, Turqia, Georgia, disa xhamate të lindjes së mesme dhe Australia. Në veçanti në Burkina Faso dhe Mali situata
ka qenë shumë të vështira për shkak të sulmeve terroriste të vazhdueshme. Megjithatë, antarët atje kanë treguar besim dhe vendosmëri të jashtëzakonshme në sakrificë. Në Afrikë, sipas mbledhjes së përgjithshme financiare, 5 xhamatet kryesore janë Ghana, Mauritiusi, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania. Krahas tyre ka edhe shumë vende të tjera afrikane që kanë kontribuar shumë. Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në Tahrik e Jadid ka arritur 1.700.000. Sipas raporteve të këtij viti, në zyrën e 6, pra në defter sheshum, pra në regjistrin e 6, e cila u shpall 2 vite më parë, janë regjistruar 43.588 persona që kanë marrë pjesë për herë të parë në Tahrik e Jadid. Xhamatet duhet ta kenë parasysh që të gjithë antarët e rinj që përfshihen për herë të parë në Tahrik e Jadid duhet të regjistrohen në regjistrin e 6, pra në zyrën e 6, dhe raportet përkatëse i dërgohen vakalet e malit, departamentit të financave. Pra 10 xhamatet më të mira në Gjermani: Rodgau, Osnaburg, Pinneberg, Nida, Florsheim, Rodermark, Bremen, Neuwied, Freiburg Mitte, Koblenz. 10 emaratet njësitë rajonale, pra kryesuese në Gjermani: Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Wiesbaden, Riedstadt, Mannheim, Dietzenbach, Morfelden, Waldorf, Rüsselsheim dhe pastaj Darmstadt. 5 rajonet më të mira në Britaninë e Madhe, pra janë e para është Islamabadi, pastaj Baitul Futuh, pastaj Jamia Fazl, Baitul Ihsan, Northwest. Dhe 10 xhamatet më të mëdha që kontribuan më shumë në Tahrik e Jadid në Britaninë e Madhe: Islamabadi, Ash, Worcester Park, South Cheam, Walsall, Farnham North, Aldershot South, Jamia Fazl, Farnham South, Yule. Dhe xhamatet më të vogla por me punë të dalluar: Elements Park, Spen Valley, Kegley, Brentwood dhe Jamia UK. 10 xhamatet kryesuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë që North Virginia, Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, pastaj Baltimore dhe Detroit. Në Kanada, ndër emaratet lokale, pra njësitë rajonale, renditja është si vijon: Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Mississauga. Sipas mbledhjes së përgjithshme, xhamatet më të dalluara të Kanadas janë Hamilton Mountain, Hamilton, Edmonton West, Hadika Ahmed, Ottawa West, Ottawa East, Winnipeg, Regina, Wood Drive, Yellowknife. Në Pakistan, në nivel kombëtar, sipas mbledhjes së përgjithshme janë Lahore, pastaj Rabwa, pastaj është Karachi. Dhe në nivel të qarqeve, pra të distrikteve janë Islamabad, Faisalabad, Sialkot, Sargoda, Umarkot, Narowal, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Toba Tek Singh dhe Laya. Dhe qytetet dhe emaratet e Pakistanit që kanë bërë sakrificat më të mëdha janë Emarati Township Lahore, Emarati Defense Lahore, Emarati Darul Zikr Lahore, Emarati Allama Iqbal Town Lahore, Emarati Baitul Fazl Islamabad, Bahawal Nagar, Quetta, Bahawalpur, Lodra, Sahiwal. Shtetet me kontributin më të madh në Indi janë, pra të parët janë Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu dhe Kashmiri, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra dhe Delhi. Dhe 10 xhamatet më të dalluara sipas sakrificës janë Hyderabad, Coimbatore, Qadian, Coimbatore është në Tamil Nadu, pastaj Qadian, Calicut, Melapalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Kerang, Kolkata, Karulai.
10 xhamatet kryesuese të Australisë janë Melbourne Langwarrin, Melbourne Berwick, नंबर 1 Marsden Park, वॉरेन, Penrith, मेलबर्न बैरिक्विक, Melbourne West, बैरविक, Castle Hill, मार्सडन पार्क, Adelaide West, मेलबर्न, Melbourne Clyde, कासल हिल, Perth एडलाइड, dhe Melbourne East. मेलबर्न क्लाइड, पर्थ, Ashtu siç ju përmenda më herët, ka filluar viti i 92 i Tehrik e Jadidit sipas ndarjes së zyrave, pra defterëve. Vitet janë si më poshtë. तो दफ्तर अव्वल का Defteri i parë, pra regjistri i parë i vit është viti i 92, regjistri i dytë është i viti 82, regjistri i tretë është në vitin e 61-shit, regjistri i katërt tani ka vitin e 41, regjistri i pestë ka vitin e 22, tani po hyn regjistri i fundit po hyn në vitin e tretë. Siç është tekstuar më parë, të gjithë anëtarët e rinj përfshihen për herë të parë në këtë program duhet të regjistrohen në defterin e 6, pra në regjistrin e 6. Hazret Mesih premtuar Islam thot: O miqtë mi të dashur, unë ju siguroj se Allahu më ka dhënë një dëmshuri të zjarrt për ju dhe më ka dhënë një njohje të pastër dhe të vërtetë për forcimin e besimit dhe njohjes suaj ndaj Zotit. Kjo njohje ndaj Zotit do t'ju duhet shumë juve dhe pasardhësve tuaj. Prandaj, unë qëndroj i gatshëm që ju të më ndihmoni në çështjet fetare me pasuritë tuaja të pastra. Çdo kush nga ju, sa të ketë mundësi prej Allahut, të mos hezitojë të jap në këtë rrugë, të mos u jap përparësi pasurive të tij mbi Allahun dhe të dërguarin e tij. Më pas, unë gjersa të kem fuqi, dijet dhe bekimet e Allahut që Allahu më ka dhënë nëpërmjet shpirtit të shenjtë, në formën e librave, do t'i përhap në vendet e Azis të Evropës e me gjerë. इन उलूम बरकत का को एक Kështu, यूरोप के misioni që Allahu i Madhrishëm ja besoi Hazret Mesihut premtuar Islam, sot është përgjegjësia jonë për ta përmbushur. Fal këtyre sakrificave financiare, Allahu po na jep mundësinë të përhapim mesazhin e Islamit në Azi, Evropë, Amerikë, Afrikë, në vendet arabe, në Amerikën e Jugut dhe në ishujt e largët. इन माली कुर्बानी Nuk janë vetëm ata që jetojnë në Evropë që bëjnë sakrifica financiare, madje edhe njerëzit e thjesht të vendeve të largëta, siç u përmenda në shembujt e mëparshëm, po marrin pjesë në sakrificat financiare me zemër dhe besim të plot. Allahu i Madhrishëm i pranoft këto sakrifica, i bekoft pasuritë dhe jetët e tyre, i shtoft bekimet dhe përpjekjet tona, na dhënë rezultate të mrekullueshme dhe na mundsoft të shohim sa më shpejt vendosjen e sundimit të Zotit të vetëm në botë dhe valvitjen e flamurit të profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo vend të botës. और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को लहराता हुआ देखें. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر